bëhemi gati tani për recetën tjetër. Petulla për të gjithë. Me maja. Po, tani fillon loja. Me çfarë tjetër? Se shoh maja, pak sheqer, pak krip. Po të duam ne shtojmë qumasht dhe nëse ne nuk kemi qumasht në shtëpi, ujë. Po. Ujë. Do të thënë, çu do ta kemi ne petulla me ujë do themi. Po pse a bëhen petullat me ujë? Duan patjetër vaj, patjetër. Pra këtu kam, po derisa të filloj. I çam do të mua, e sukur asnjë përbërësi mos kem unë po të kem thjesht mielin. Edhe ujin, po prandaj po miell, ola, gjithçka për të gjithë. Do bëjnë sa petulla, do të shoqërojmë me mjalt dhe me djath. Mendoj unë, pastaj se çfarë do të thotë. Shija është e lirë dhe shija është personale dhe nuk mund po, edhe unë jam, edhe me mjalt edhe me djath, edhe çokoladë dhe akullore, i duam të dyja bashkë. I shohim pak formulën, sa gram miell dhe sasia e tjetër e produkteve, po duket se janë shumë të thjeshta, mund të shtoni dhe qumësh, pra një gotë qumësh të vakët dhe një gotë ujë të vakët. 7 gram maja të thatë, një lugë çaj sheqer, gjysmë lugë çaj krip, 700-750 gram miell dhe vaj për skuqje. Petulla të buta edhe krokante, të dyja bashkë. Të buta do t'jenë në brëndësi, krokante nga jashtë, kur ne ti skuqim. Kështu që produktet i treguam bashkë me gramaturën. Dhe vazhdojmë tani t'i përgatisim petullat, sepse edhe do t'i skuqim në këtë pjesë, kam përshtypjen, sepse kemi vendosur tiganin. Shtojmë dhe vajin, apo ta nxjerrësh fillimisht. Edisa më vjen shumë mirë kur thonë, për unë, ditë që punën e kanë e din, kur thonë shpejt. Nga ku jemi këtu, avash, pas të fillojmë. E bëjmë sikur nuk e dëgjojmë. Atëherë tek petullat. Ta shohim procesin nga afër. Tek petullat. Shtoj. Te petullat, po ne jenë me te petullat, si jemi akoma më vrap. Ku është majaja? Është sheqeri. Uj ose qumësh të vakët. Të vakët, se po e vëmë të nxehtë djegi maja. Unë dua që të përshtatem me një që nuk ka qumësh. Pra ju e keni recetë për me qumësh, as u diskutohet. Dhe e keni vënë re që vazhdimisht unë jap atë alternativën që ne nuk e kemi. E përzijej derisa të tretet majaja. Majan e dim shumë mirë që është një kërput që e ka qef shumë atë mamamën, sheqerin. Aktivizohet nga sheqeri. Nuk shtoj krip sepse e pengoj. Shtoj vendosa vaj, nuk? Po është e vendosa shpejt. Mire bëre. Pra nuk e shtove kripon? Jo. Tani, jo. Shtoj miell derisa të aktivizohet derisa nxjerr ato fuskat e vogla. Nëse unë vendosë lugën e lagësh, ja këtu. Krijoj lagëshirën të mielli pastaj. Kam provuar një me ujë të nxehtë, më të ngrohtë se ç'duhet dhe nuk erdhi brumi. Nuk vjen ti edhe kur bëni brumin, shtoni miell, pra shtoni 2 fishin e miellit dhe kur thonin dikur ja rabi të vinë të rezi. Lë derisa të aktivizohet. Unë nuk kam kohë që të pres të aktivizohet. Shtoj aktivizimin e kuptojmë se mielli merr bën fluskat. Volum, prap. Fluskat. Fillon dhe fluskon aty. Dhe pastaj përzijemi në pjesën tjetër. Pakës miell. Dhe tani ne do ta kemi më të shpejt aktivizimin sepse duhet të jetë në formën e një qulli që ne ta kuptojmë. Unë do ta lë që ju ta shikoni aktivizimin. Më pas, dyshim, duke qenë se janë me maja, na duhet në tepër kohë të presim që më pas unë do të shtoj kripën, më pas. Pra jo që në fillim krip, maja dhe sheqer. Largoj. Ndryshe, rezultati nuk do të jetë i arir, por duhet të prisni pastaj të ta ktheni brumin. Këtu kam masën e brumit. Të para përgatitur. Po. Kur e ke përgatitur në mëngjes? Po, kur erë ta mëngjesero, domethënë, se tani mëngjes jemi, po pak më herët. Mua më duhet kjo masë. Pas ka dalë shumë i mirë. Të jetë ngjitse
Dhe më pas unë shtoj dhe një mas tjetër mielli. Dhe bëre shumë mirë që vajnë e vendose shpejt. Sepse e kisha, nuk e dini që kisha zëmbrum. Nuk e dija, vërtet nuk e dija që kishe marrë punët me Terezi që herët dhe mirë ke bërë se anvisat zonja tona duan ta shohin procesin deri në fund. Pra edhe presin të aktivizohet majaja. Shikoni tani, kamera afrohet dhe shikoni bulzat e vogla që krijon aktivizimi majas. E kam në rregull dhe filloj tani dhe shtoj masën e kripës. Masën e miellit, që kjo është dora e dytë. Dhe filloj dhe e punoj. E tham dhe një herë ujë vakët ose qumësht. Tani, unë këtë e kam bërë me qumësht dhe duket që është bardhësia pak më ndryshe dhe këtu me ujë. Po Nikja, vasha, ato që i bën me qumësht, edhe unë filloj këtu tek. Janë si më të buta, por i duan pak më të buta se petullat e tjera. Do t'i shtoj dhe pak ujë, besoj. Vendos. Letrën e kuzhinës. Dhe pakës miell këtu. Vaj du t'jetë gati, fillojmë që ti skuqim petullat tonë. Largoj pak sa, se duhet ta sjell dhe Terezi. Pra kjo masa vërtet jetë ngjitse, por të jetë të shkëputet nga ena. Ky brumi që do ta lëm të vi, është më i hollë se ç'duhet apo? Po, është më i hollë, edhe pak. Ti shtoj edhe pak miell. Dhe kur e punon brumin, normalisht ndihen janë ato qeset e ambalazhimit të qelqeve, të lavatriceve, çfarë janë delikate, edhe kanë ca fluska që ne kur ishim kalamaj paketime. Ajo zhurmë është që ne e ndjejmë tek mielli. Çfarë duam ne kur përgatisim petulla? E para të jenë të buta, të shishme, mos thithin vaj. Kjo është... Të mos thithin vaj. Jo pak po e sigurt për këto që përgatit petullat gjatë fundjavës, apo përgatit petulla për fëmijët me vete në shkollë, apo njëherë kur kemi dëshirë që ti shijojmë ato me reçelin, me mjaltin, apo me djathin, apo ka dhe shoqërime të tjera që ndoshta nuk më vinë në mend për momentin. Janë të pafundme mënyrat e përgatitjes së petullave, si ato tradicionale me maja, si ato të tjera që kemi sjellë tjetër me albanën me kos, vezë dhe pak sod, apo thjesht me ato treshen e barabartë në sasi ujë, qumësht edhe kos. Pra janë shumë receta petullash. Tani. Po. Duhet të eksperimentojmë, të shijojmë e të provojmë të mënyrave të ndryshme. Nëse vaj është i nxehtë shumë, shtoj pak vaj të ftohtë. Nuk duhet të jetë i nxehtë fare, sepse digjet nga jashtë dhe është brum nga brenda. Kam gjithmonë një gotë me ujë, gjë që nuk ndihmon që mos ngjitet brumi. Të fillojmë të skuqim petullat. Si dikur që i hapnim në forma vetëm këtu nuk duhet forma rregullt. Po, jo shumë simetrike. Vetëm këtu nuk duhet forma rregullt. Hop. Normalisht duart e lara në fillim fare dhe se s'është nevojshme të them unë. Të tilla. Po të doni ju mund t'i bëni dhe më të mdhaja, Pa ty fryen ato bëhen më... Po, ja.
më të mëdha se brumi që vendoset. Ose në të kundër, Niki të lutem, Po. më fal. Vendos pak Çik vaj tek duart. Mos është më kollaj. Dy alternativa. Gjithsesi pasi të skuqim ne do vendosim një letër kuzhine. Masën. Që më duhet edhe ose mund t'i bëjmë ashtu toplla të vogla, mund të jetë varianti tjetër. Këto, të tilla që të Opa, ti këtu edhe Fillimisht duhet të jetë vaj i nxehur mirë, më pas ne do ta ulim temperaturën në mënyrë që të vazhdoj procesi skuqjes nga të dyja anët dhe të depërtoj deri në mes, në brëndësi të petullës, që të mos na ngelet brum brenda dhe e djegur nga jashtë, siç e tha. Siç e tha dhe tha shumë mirë. Pra vaj duhet të jetë i ngrohur, por jo i nxehur që të digjet. Dhe të jetë konstant, në atë temperaturën konstante dhe për pjesën tjetër të brumit. Gjithmonë, skuqja e dytë e petullave është më e mira. Të parën e haj zoti, sepse nuk do dali për që bardh, ja vetë. Duke se dhe me tiganin e parë ke goditur për prit. Nuk janë të bëra, po përse i kthej që të marrin nxehtësinë. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit për të përgatitur një tjetër recet në kuzhinën tonë pas petullave që i skuqëm dhe që po vazhdojnë të skuqen tigan pas tigani. Ja, ky është rezultati. I skuqjes, brenda të buta, jashtë pak më krokante. Tani po më thënë provoja ndër po ja. Për shembull, kjo duket sikur është e bërë shumë, po jo. Po shijoj kafe, po pres edhe djathin edhe pak mjalt. E mora direkt këtu. Të lumshin duart. Faleminderit. Ha e mbaj aty. Aty do ta mbaj. Pastaj do t'i hajnë Terezi tani. Do të flasim. Ka dalë shumë të mira. Duke që në prekje që në pamje dhe pastaj kush e provon jep edhe okejin e fundit. Jep verdiktin e vet. Djath kemi, mjalt po ashtu dhe e realizojmë atë kombinimin për të kombon e dur.